Okultizëm do të thotë të errta, të padukshme. Të fsheta. Të fsheta, kupton, të padukshme. Për shembull, kur bëhet një eklips, për shembull, eklipsi i enës, për shembull, që fshihet mbrapa diellit, ai bëhet okult. Ky është kuptimi i padukshëm. Po nuk është se ekziston. Ekziston. Kupton, po është i padukshëm. Pra, me fjalën okultizëm, ne themi diçka që nuk duket ose që logjika racionale nuk ta pranon. Për shembull, po ti theshë dikujt në vitin 1990, jo para 30 vjetësh, që do vit dita që do flasim me vllajën në Amerikë, live, me telefon, me kamera, do ta shikojmë, do na tregojë shtëpinë ku të vrisin me gur, kupton? Domethënë, po në qoftë se ose për shembull ka vende të prapambetura në tokë që s'kan parë avion ndonjëherë me sy. Ka shumë vende të prapambetura në Afganistan, domethënë, ku diun në këto zonat e thella që s'kalon një avion. E ti thuash dikujt për shembull që s'ka parë një avion me sy që udhëtimi më i shpejt bëhet me avion, ai nuk të beson, thotë, çfarë po thotë ky, kupton? Domethënë, shumë gjëra që ekzistojnë ose që kanë ekzistuar edhe më përpara. Në qoftë se kjo teoria e racave që e mbrojnë shumë studius të okultit është e vërtet, atëherë kjo tregon që jeta është ciklike. Domethënë, një lloj race shkon në disa nivele të larta zhvillimi, për arsye siç po ndodh tash për shembull, që jemi në prag të një lufte bërthamore që edhe mund të ndodhë, ose po s'ndodhi sot, mund të ndodhë një ditë tjetër, se ato armët bërthamore nuk i kanë bërë për t'i mbajtur në muzeum ata, kupton? Një ditë edhe mund t'i lëshojnë kundër njëri tjetrit dhe mund të ndodhë një katastrofë e madhe. Për shembull, rusët thonë që ne mund të zhdukim Anglinë me një bombë, thonë në oqean, po ta hedhim atij Atlantik mbi Anglinë, e mbytim gjithë Anglinë me tsunami, thotë që mund të vejë dallga 1800-2000 metra, kupton, ne zhdukim gjithë Anglinë. Këto gjëra mund të kenë ndodhur edhe në jetët e tjera, dhe ata që kanë mbetur gjallë, i kanë ditur për shembull që ka pasur celular, ka pasur kështu, ka pasur ashtu, dhe mund t'i kenë edhe dokumentat, se dhe sot për shembull shumë studime që bëhen, për shembull shpikja e njerisie e re teknologjike, për shembull avioni ose një anije supersonike, udhëtimin nga ajri, të gjitha ato që mënyra si bëhet ajo pasi del nga faza e sekretit, që kalojnë 50-60 vjet, ato merren dhe futen në tokë në disa metale të mëdha dhe kjo bëhet shpeshherë nga ato shtetet e mëdha. Shpeshherë çdo për shembull 15-20 vjet futin në tokë për shembull makina, si bëhet makina. Dhe këta mendojnë që një ditë ndoshta për shembull nga një luftë e madhe ose nga një katastrofë që mund të ndodhë, njerëzimi mund të bjerë në një errësirë shumë të madhe dhe ata që do ngelen mund të kthehen në epokën e Shkopit, po ama kur të bien në kontakt me këtë lloj informacioni, kuptojnë që janë brenda, ai do t'i ndihmojë për shembull të bëjë një helikopter, të bëjë një nëndecë, sigurisht. Kështu do të përsëritet prapë jeta. Po, dhe tashi ata që i dinë këto gjëra dhe që u tregojnë fëmijëve të tyre një rrethi të ngushtë, vllazëror, kupton? I dinë, por nuk i bëjnë dot sepse duhet të bëhet një mënyra e derdhjes hekurit që ti të bësh skela për të bërë pallate, kupton? Po mos ngritë furnaltat, po mos ngritë, çdo gjë do vi që shkallë të ndihmohet gjithë procesi teknologjik që ata të arrijnë atje ku i kanë dijet që mund të bëhen dhe se si bëhen, po që duhet të ndërtojnë shkallët e para derisa të vesh shkallët lartë, se nuk mund të vesh dot direkt të ndërtoj shkallën lartë, kupton? Dhe tash gjatë kohës që këta ngjiten lart, një grup i vogël njerëzish nga jetët e mëparshme i di sekretet edhe se ku do arrijnë, edhe mënyrën për shembull që mbas paras monedhë që do jetë ari dhe argjendi si metale të rralla që ata i dinë nga jetët e mëparshme, do vëmë ke para e letër nëpërmjet paras letër, do ngrem bangat nëpërmjet bankave, do bëjmë monopolin, kupton? Dhe në qoftë se ka grupe të cilat duan ta shkatrojnë njerëzimin për shkak të rritjes së madhe të numrit të popullsisë që është shqetësim për tokën, atëherë ata çfarë bëjnë? Ndjekin modelet që parat letër të hidhen nëpër qendra të mëdha urbane që gjithë njerëzit të vënë në 2-3 qytete, 80-90%, dhe 10% janë në zona rurale. Dhe në qoftë se nesër
ndodh një goditje organizuar me anë bërthamore, të cilat këta njerëz i kanë bërë për të goditur, këta vetë mund të fshihen në tokë për 15 vjet, 20 vjet. Poshtë në tokë ka qytetet mëdhaja të ndërtuara prej tyre, hotele me pesye, me ushqime, për 50 vjet, 100 vjet. Antenat i kanë lartë që kontrollojnë, satelitët i kanë që kontrollojnë rreth se si do jenë nga një goditje bërthamore, dhe kur çdo gjë të pastrohet mbas disa muajve ose mbas disa vjetësh, ata dalin dhe fillojnë jetën nga para, duke ditur sekretet. Këta janë grupi okult që mbajnë një orit çka ka ndodhur në gjithë zhvillimin teknologjik edhe fetë, për shembull, mundet që këta i bëjnë, i ndajnë, i thonë ti do bësh këtë fe ande, ti do bësh këtë fe këte, ti do bësh këtë fe edhe. Afërsisht jeta ciklike do jetë që kur të shtojnë shumë njerëz përsëri do goditen me bomba bërthamore, dhe kur të goditen me bomba bërthamore do ndodh kjo, do ndodh ajo, dhe ata fillojnë e tregojnë historinë në mënyrë të përsëritur një lloj, kupton? Dhe nëpërmjet feve mbajnë njerëzit në luftë, për shembull, luftrat më të mëdha janë zhvilluar gjithmonë nëpërmjet fesë. Dhe në këtë kuptim këto janë ato misteret e mëdha që... Por mbetemi sigurisht tek